Kjo periudhë për fermerët e Liboovës është ndër më të ngarkuarat e vitit, pasi puna në bujqësi zhvillohet me ritme intensive. Sipas specialistit të bujqësisë Filip Zëra, fermerët janë të angazhuar me korrjen e jonxhës, përgatitjen e dëngjeve dhe magazinimin e tyre. Paralelisht, rëndësi të veçantë fermerët po i kushtojnë edhe kulturës së misrit, e cila mbetet ndër kulturat bujqësore më të përhapura në Bashkinë e Liboovës. Punët kryesore në këtë periudhë janë korrja e jonxhave, e barit dëngimi dhe magazinimi i tij. Gjithashtu ka punë në kulturat bujqësore, kryesisht në kulturën e misrit, ku bashkia jonë ka një sipërfaqe të konsiderueshme. Janë bërë pleharimet plotësuese, kultivimi dhe ditët e fundit ka filluar dhe vaditja. Sipas specialistit Filip Zëra, ecuria e sezonit bujqësor deri tani është mjaft pozitive. Kushtet klimatike kanë qenë përgjithësisht të favorshme, me reshje dhe temperatura që kanë ndikuar në zhvillimin normal të kulturave bujqësore. Për këtë arsye, pritshmëritë për prodhimin e këtij viti janë optimiste, si për kulturat foragjere ashtu edhe për misrin. Prodhimi i barit të thatë dhe i jonxhës ka qenë në nivele të mira. Ndoshta mund të themi më mirë se çdo vit. Kjo ka ndikuar për arsye se kushtet atmosferike kanë qenë të favorshme, me rreshje të shpeshta dhe prodhimi është i bollshëm. Nëse motivi jon të mbetet i qëndrueshëm edhe në javët në vijim, fermerët presin të sigurojnë një prodhim të mbartë, duke përmirësuar të ardhurat e familjeve që mbështeten tek bujqësia.